Vazhdojmë tani me pregaditjen. Në një tenxhere më të thellë, fillimisht do të shtojmë 200 gram me sheqer. E shtojmë sheqerin, vazhdojmë brenda që të shtojmë qumësht. Qumështin do ta masim në gota të çajit, por nga ato gotat e çajit cilat janë më të vogla. Në total qumësht duhet që të shtojmë 110 ml. Vazhdojmë dhe e shtojmë vajin. Vaj do të kemi nevojë për 50 ml. Gotën e çajit e kam mbushur në gjys. Dhe tani në zjarr mesatar presim pak një herë kështu duke përzier derisa sheqeri të shkrihet dhe të tritet pak me qumshtin dhe me vajin. Po të sigurohemi që është shkrirë sheqeri dhe po fillon që të vlon brenda, vazhdojmë dhe i shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë tani brenda të shtojmë 125 gram gjallë ose margarinë, cilën do që ju zgjedhni që ta përdorni. Me njëherë vazhdojmë dhe brenda shtojmë 70 gram çokoladë për gatim dhe përzijem tani mirë derisa të sigurohemi që gjalpi dhe çokolada do të shkrihen brenda tek produktet e tjera. Sa po të sigurohemi që po shkrihen brenda dhe po fillon që të na merr val përsëri masa, tani këtu duhet që të shtojmë një lugë gjille me kakao. Përzijem edhe pak. Tani në tenxhere vazhdojmë që të shtojmë një shiste. Një shiste në total do të përdorim një pako me 200 gram. Vazhdojmë tani përzijem mirë dhe në zjarr mesatar e zijem diku për afërsisht 4 deri në 5 minuta. Ju lutem qëndroni afër sepse kjo zihet shpejt, trashet shpejt. Përzijeni pa ndërprer që të siguroheni që masa brenda nuk do t'ju mbetet me trupa dhe do t'ju bëhet e mirë dhe e lemuar. Ashtu do t'ju del pastaj edhe halva. Dhe sa po të vrini fluskat e para që po fillon të marr val përsëri, tani vazhdojmë dhe shtojmë miellin. Në tenxhere shtojmë 3 lugë gjille me miell. Vazhdojmë zjerjen në zjarr mesatar ashtu edhe për 4-5 minuta, derisa të sigurohemi që masa do të shkipet lehtë nga tenxheria, atëherë jemi të sigurt që hallën e kemi gati. Duhet bëjmë kujdes, mos ta trashim shumë, që mos na ngurcohet shumë hallva. Si do t'jeni të sigurt që hallva është bërë gati? Do kaloni kështu me lugë dhe nëse pjesa poshtë ju mbetet kështu e pastërt, do të thotë që masa është trashur mjaftueshëm. Me njëherë largone nga zjarri. Tani brenda unë do të shtoj edhe 50 gram ora të grimcuara mirë dhe përzijem edhe një herë të fundit. Tani marrim një tepsi, unë përdor një tepsi të tillë të formë për roleje, sepse dua që hallvat më mbetet pak më e trashë. Vazhdojmë tani masën që përgatitëm ta shtojmë këtu brenda. Dua që të më bëhet më e trashë, do ta lakoj kështu në nylon folin për t'ia dhënë këtë formën në gjys hallvës. Dhe tani duhet që të presim që hallva të ftohet dhe të shtrëngohet në frigorifer diku për afërsisht 30 minuta. Pastaj është e gatshme për ta shërbyer. Pasi është shtrënguar mirë hallva dhe e ka marrë formën e mirë, vazhdojmë tani që ta prejmë. Mund ta prejni në çfarë do lloje që ju keni dëshirë, në çfarë do forme. Unë do ta bëj kështu, në këtë mënyrë. Hallva është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni me më të dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.